Martesa e Bardhit dhe Sarës në xhami, një dashuri që sfidoi gjithçka. Ish banorët e Big Brother VIP, Sara Gjordani dhe Bardhi, kanë qenë në qendër të vëmendjes nga dalja e tyre nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Lidhja e tyre ka vazhduar edhe jashtë spektaklit, duke u kurorëzuar me lindjen e vajzës së tyre, Nea. Sot, Bardhi ndau me ndjekësit e tij një lajm të veçantë. Ai dhe Sara janë martuar sipas riteve islame në një ceremoni të mbajtur në xhami. Në një postim emocional, ai zbuloi se kishte pritur me padurim që kurorëzimi të ndodhte pikërisht gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit dhe në një ditë të premte. Me ndihmën e Zotit, më në fund mu realizua dëshira. Faleminderit Sara Gjordani që patë durim një vit për këtë ditë të shenjtë për ne të dy dhe që ju përshtatet zakoneve të fesë islame. Vetëm dua të them që shumë po të ka hije, shkroi Bardhi me emocione në rrjetet sociale. Nga ana tjetër, edhe Sara reagoi duke sqaruar se nuk është konvertuar në fen islame, por ka respektuar traditat fetare të partnerit të saj në këtë ditë të veçantë. Jo, nuk jam mbuluar as konvertuar. Thjesht sot të martova sipas zakoneve të tij me dashurinë e zemrësime, u shpreh ajo. Ky hap i rëndësishëm në jetën e tyre ka emocionuar fansat, të cilët i kanë uruar çiftit lumturi dhe harmoni në martesën e tyre. Për shumë njerëz, ky veprim është një shembull i respektit dhe mirëkuptimit ndërfetar, duke treguar që dashuria triumfon mbi çdo dallim kulturor apo fetar. Urime çiftit për këtë kapitull të ri të jetës së tyre. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!